Përdorimi i fjalës Allahu Ekber. Së pari do të shpjegojmë se çfarë do të thotë Allahu Ekber dhe a është përmendur në Kur'an dhe çfarë efekti ka tek njerëzit fjala Allahu Ekber. Fjala Allahu Ekber do të thotë fjala tok fjalshi Allahu është më i madhi. Pra, më i madhi në çdo aspekt, më i madhi në çdo gjë tjetër, më i madhi në dieni, më i madhi në mëshirë, më i madhi në drejtësi, më i madhi në forcë edhe në falje. Prandaj fjala Allahu Ekber është një fjalë e cila i qetëson zemrat, i përul zemrat tona që ti bindemi atij, Allahut më të madhi. Por në raste tjera, fjala Allahu Ekber është përdor në arenën ndërkombëtare. Në Siri, për shembull, në vitin 2012 deri në 2018, kur ka ndodhur ato luftat sektare në Siri, sepse në Siri ka Sunni dhe Sunni Alevi, ndërka që komuniteti musliman Shia janë vetëm 5%. Por ja që këto luftra kanë ndodhur në Siri dhe janë mbyt muslimanët mes veti, jo që kanë pas fe tjetër, por janë mbyt vetëm për arsye se kanë qenë pasuesit e një kryetari shtetit Asadit për shembull dhe kanë qenë kundërshtar. Kështu që viktima ka qenë një person, një komunitet i pafajshëm dhe personat të cilët kanë bërë krime në emër të Allahu Ekber, ata nuk e përfaqësojnë Islamin dhe ata e kanë keq përdor fjalën Allahu Ekber. Por nga ana tjetër, normal që fjala Allahu Ekber, Allahu Ekber, do me thënë ka një intonacion, ka një do me thënje të përuljes, të paqës, të nënshtrimit, ndaj Allahut i cili është më i madhi. Prandaj muslimant e denjë, jo terrorist, e jo organizata terroriste që kanë bërë krime dhe që bëjnë krime në muajin mars, shkurt mars 2025, në Siri, brenda 2 jave, janë masakru, janë mbyt, janë djeg, janë shkatru, mëse 10.000 musliman Alevi, që kanë qenë pasuesit e Asadit, po çka kanë faj ata, nëse Asadi ka ra prej pushtetit vet, atëherë çka kanë faj njerëzit, ata nëse duhet të gjykohen, le të gjykohen në gjykat, e jo të prihen, e të vriten, e të digjen, e të shkatrohen në pazar, në rrugë, në shtëpi, në dhëm gjumi. Prandaj, mëse 10.000 musliman Alevi të krishter dhe aty një numër i vogël Shia, musliman Shia, sepse si shtam në Sirias 5% nuk ka musliman Shia, janë mbyt pra për brenda 2 jave, me pretekstin, me justifikimin se na po i prejmë e po i mbysim me fjalën e Allahut. E ajo është fjala Allahu Ekber. Por kjo nuk është as njerëzore, se mos të flasim për sa i përket religionit. Të tillët nuk kanë as njerëzillëk, e njerëzit që nuk janë njerëz, ata edhe nuk kanë fe. Prandaj, shtu është keq përdor fjala Allahu Ekber, dhe se për leartin dhe gjestin, do ta keni një intervistë që e kam dhënë te VIP Magazina në Shqipëri, së shpejti do ta shihni në Facebookun tim, Iqbal Huduti, prandaj na ndiqni me intervistën e dhënë lidhur me gjestet e gjestit dhe irritimin e Laert Vasilit, përndryshe regjisor filmi dhe një intelektual, një mendimtar,
i drejtë dhe i shumë respektuar në Shqipëri.